Lëre diku aty me ndonjë stol. Merë. Merë me telefonin tim. E lëre pa ha. Ja. Ora! Po pse kush tjetër? Kujdes se i shtirë ato. Në marrë më robët e bebushit njërë se... Lëre diku aty me ndonjë stol. Marrë ta. Qa është? Merë. Merë me telefonin tim. Po fare. E lëre pa ha. Si lali mafqia. Do t'i shërbej o të njëtë. O zot, kush ka një lal të madh. Kush ka një lal të madh. Si e lali? Mirë jam. A je mirë? Ja do Ky vini lali më i pa madh, po s'kam levin litar. Si ndihesh? I ko lali më i madh, të mblevi litar i fëmijët. Ky është baboja. Lali që ki kështu si... Babush. O babu, open door im ti. Ja. Oran! Të më hapë para se... Bra, largo qik. Para se të bërtasin ajo. Oh, po këtu su iqka. I heqë më më. Si që më vërsh. Më do se do iqë është. Lëre, s'ka gjë. S'kemi nej. Pak të me një gur vram dy zoq. Në ma për t'i filmoj të Në këtë. ka dil këtë dhe filmoj, që? Se do t'i kem kujtim. Për ty. Keve i pako tjetër për te që bra nga ato. Bo. Ha? O, babo. Ule qik më shok, se s'jam aqe gjatun. Se si ndej dot pas. Okej. Mirë se erdhet përsëri në një video tjetër. Kjo është videoja që ju kisha folur në vlogun e fundit, ku kisha një surprizë për ju dhe kam disa orë që kam nxjerr lajmi në Instagram dhe po jam shtatëzën. Më në fund e thash, sepse nuk keni idenë se çfarë stresi në thonjza kam përjetuar gjithë këto kohë deri në këtë moment që e thash dhe më në fund do jem rehat dhe do ndihem mirë kur të më pyesin njerëzit që pse je shëndoshur.
Kjo është arsyeja pse unë jam shëndoshur dhe tani do t'ju tregoj një fragment të një reelsi që kam bërë në Instagram. Të them të drejtën, kisha planifikuar diçka më të bukur dhe kisha shumë kohë që e studioja tek mendja ime, por gjërat nuk shkuan ashtu siç unë e kisha menduar dhe normalisht asnjëherë nuk vijnë gjërat ashtu siç ne i mendojmë. Por e rëndësishme është që organizova diçka dhe e ndava edhe me ju, se këtë doja të bëja më së shumti, që ta ndaja me të gjithë njerëzit edhe të bija rahat, që mos të ndihesha më me atë sikletin e shëndetit tim të tepërt që po merr për kot këto kohë. Po nejse. Edhe ky vlogu ishte parashikuar që të bëhej shumë përpara, por unë kam qenë një javë e sëmur, me temperaturë, me koll edhe me dhimbje fyti. Të them të drejtën, dije e kam marrë veten dhe jo plotësisht. Nëse e vini re, jam akoma e bllokuar nga zëri, ndihet, por shpresoj që të jetë ta kem lënë me aq edhe të mos më zër më, jo mua, po të gjitha nëna shtatsan, sepse realisht ishte një strapacim i vërtet. Jo sepse të tjerat le të smuren, por që nëse nuk je shtatzan mund të marrësh mjekime dhe ndoshta e kalon më lehtë, kurse për neve është shumë e vështirë, sepse e kemi të pamundur që të mjekohemi. Dhe se u zgjata shumë, tani do t'ju tregoj videon që postova në Instagram. Dhe ka marrë shumë komente, shumë mesazhe, shumë telefonata dhe dua t'ju falenderoj për zemërsisht dhe dua t'ju them që realisht ne ndonjëherë nuk e vëmë re, por jam shumë e lumtur dhe krenare për të gjitha juve që ju kam, qoftë edhe kështu virtualisht, më mbushni zemrën plot. Shumë faleminderit për çdo gjë. Tani, siç e pat edhe pak nga introja, unë kam dalë shumë më vrap sot për të bërë atë video. Edhe në momentin që ne kemi dalë, ka qenë ora diku te 4:05, 4:10, edhe po e rrësoj, kështu që koha nuk na premtoi. Dhe disa gjëra që doja u tregoja tek ai vendi atje, po ja u tregoj këtu. Rani po bën 9 vjeç në janar, edhe realisht unë këtë shtatzanin e kam si shtatzanin e parë dhe nuk kam asgjë më në shtëpi. Çdo gjë të Ranit e kam dhuruar, edhe kështu që tani më duhet t'i blej sërish të gjitha nga e para. Këto badit që do ju tregoj tani, në fakt nuk është se kisha në plan për t'i blerë, se është shpejt që të marr rroba që tani për bebin, por këto i mora vetëm për të bërë videon, edhe janë disa bandi kështu të vegjël edhe të thjesht. O zot, kam harruar. Do filloj sërisht. Edhe ja, kjo është me mend të gjata. Pastaj kemi këtë, kështu. Edhe një tjetër. Lenca. Gjithsesi, fol ti dhe më thuaj, pastaj edhe takohemi. Ciao. Okej. Dhe e lam tek kjo e fundit. Është në kështu me disa vyje të vegjël.
këto ishin disa nga blerjet e mia të bebit. Dhe tani shtëpia ime është shumë rëmuj sepse unë kam qenë sëmur edhe nuk kam bërë asgjë në shtëpi, kështu që mbasi të mbyll këtë kamrën, unë do të çohem dhe do bëj sikur do pastroj, thjesht do palos rrobat sot, edhe nesër ndoshta kur të vi nga puna do bëj punë të tjera. Por tani dua t'ju flas pak për shtatzanin time. Okej, unë jam në javën e 15 të shtatzanis dhe nuk mund të them që ishte pa plan, se normalisht nuk ka si të ndodhi ndryshe, e kishim të mirë menduar dhe të mirë planifikuar, por nuk e prisja që të ndodhte aq shpejt. Dhe kur unë kam ikur në Itali me burrin edhe me Roanin, unë isha shtatzan 4 javshe, por nuk e dija. Dhe kur kam ardhur nga Italia, kam bërë testin, do me thënë unë kam ardhur nga Italia në datën 3 shtator, edhe në datën 5 kam bërë një test, kam shkuar e kam ardhur në farmaci dhe aty zbulova që po isha shtatzan edhe testi doli pozitiv. Dhe nga ajo ditë e kam mbajtur të fshet, i kam treguar vetëm tim shoqi si fillim, gjëja e parë që kam bërë, por as Roanit nuk ja kisha treguar sepse e dija që nëse unë do ja thosha Roanit, Roani do ja thoshte çdo njeriu të mundshëm që do t'i dilte përpara, sepse Roani ka qenë ai fëmia që mezi ka pritur që të ndodhte kjo gjëja. Domethënë e ka kërkuar gjithmonë një gjë të tillë. Dhe e vendosa që mos ta tregoja si fillim, si janë këto gjërat, jo po sa ta ndihesh, jo po kështu. Unë Roanin e kam treguar që ditën e parë që kam bërë testin, kurse këtë vendosa që të mos e ndaj që ditën e parë. Dhe ju thash që në datën 5 shtator kam bërë testin që dola pozitiv, pastaj kam ikur diku nga data 10, kam bërë ekon e parë, edhe as mamit tim si kisha treguar gjë, as Mias, as kujt, vetëm burri im e dinte dhe unë. Dhe ditën e ditëlindjes, unë e kam ditëlindjen 2 tetor dhe aty kam qenë diku te 2 muajsh dhe e kam ndarë me shoqet e mia dhe e kam ndarë në një mënyrë që ato nuk e prisnin fare, por atë momentin ja u lë diku, ose kur të bëj videon, vlogun pas këtij, ose të këtu, nuk i kam vendosur akoma, por do ju lë disa fragmente ku e kam treguar shoqërisë time, mamit, Kamilës edhe Mias me Xhoin. Kështu, pastaj edhe të puna nuk kam treguar, të puna madje kam mbajtur më shumë gjatë të fshehur dhe aty nuk është se kuptoj dikush deri në momentin që e ndava vet. Dhe ja ku jemi, tani jam në javën e 15, do me thënë për pak shkoj në muajin e 4. Dhe kështu. E kemi parë edhe Gjinin, por nuk do të ndaj akoma me ju Gjinin, kështu që jam shumë e lumtur tani që do bëj vlogje dhe do ndaj të gjithë këtë rrugëtim me ju. Të çojmë tani do bëj punët.